Nxirre veshin, ke vesh! Kam I thash më kaj, po ku e ke ritmi? Kristi. Zot. Si e? Mirë. Do fillojmë? Sprova prap? Natën e parë, mendoj se patëm një sukses. Ja arritëm të jepnim atë që donim, absolutisht maksimumi nuk u dha, po që 80% ishte mirë. Kur kam mbaruar ekzekutimin, isha gati të kërceja gjithë natën të njëjtën gjë. Ndjej që kam marrë një vlerësim të sinqert edhe nga njerëz të thjeshtë, të cili u shfaqja shumë papritur si një eksperimentues në dance. Unë ndihem mirë me ty, ta them sinqerisht, sepse kjo duhet jetë shumë reale mes nesh. Domethënë, nëse nuk do kishte një siguri, një mirëkuptim, nuk do funksiononte. Kurse mua më pëlqen ajo bota jote e çuditshme, që e ke ti dhe askush tjetër. Java parë ishte me një pasodoble, që ishte shumë e fortë. Shumë e fortë. Ndërsa këtë radhë kemi një ndryshim shumë të madh, sepse jemi në një vals shumë të lehtë dhe shumë të butë. Më duket mua gjitha një ëndër. Unë nuk e imagjinoja dot që mund të kërceja ndonjëherë në një nga këto disiplinat serioze. VIP 12 është kodi im dhe juve më ndihmoni vërtet që unë nëpërmjet votës tuaj të qëndroj sa më gjatë në këtë shkollë të mrekullueshme. Kristi dhe Ermira në një vals. I could give you all the innocence that you give to me. No, I wouldn't have done all the things that I've done if I knew one day you'd come. If I knew